dashur vëllezër dhe motra, të përshpirtshmit e shënkollit, qoftë lëvdue Jezu Krishti. Në fillim, dëshiroj me falenderu Dom Albertin, fomëllitarin e juaj, për ftesën që të pri në këtë kremtim solem të Eukaristisë në festën e shënkollit, pajtorin e kësaj kishe. Është me të vërtet nder për mu dhe gëzohem që sot e kremtoj këtë mesh të shenjtë bashkë me ju, besimtar të dashur, me të gjithë të përshpirtshmit e këtij shenjti të madh dhe me shtektare që kanë ardhur nga famulli të tjera. Po ashtu një nder që ta kemi edhe kryetarin e komunës dhe bashkërisht si një prani me i nderue figurat të mëdha të historisë shpirtërore të cilës ne i përkasim. Vëllezër dhe motra, nuk ka njeri që e lidh identitetin e vet me krishtërimin e të mos ketë pasur dëshirë të paktën një herë në jetë të studioj jetët e shenjtërve, apo të mos jetë bërë kurreshtar të di më shumë për jetën e tyre të shenjtë, ose akoma më shumë të ndjej thirrjen për të jetuar një jetë të shenjtë. Shenjtrit janë njerëz që tërheqin mendjen dhe zemrën tonë. Ata kanë diçka që edhe ne do të donim ta kishim. Nuk është kjo një kurreshtje e zakonshme si për ndonjë aktor apo model, por është një pasuri që kisha e shenjtë e ruan tek disa prej anëtarëve të vet, shpirtra të shenjtë që kanë lejuar të përqafohen nga hiri i hyjt, që kanë hapur zemrën dashurisë së hyjt dhe janë bërë aq të lidhur me të sa, siç e thot edhe Shën Pali, nuk jetoj më unë, por Krishti jeton në mua. Këta janë të krishterë që kanë lejuar të formohen nga një pedagogji hyjnore, nga butësia dhe durimi i Zotit. Me fjalë të tjera, janë njerëz që janë ba ungjilli gjallë dhe në jetën e tyre është bërë dukshme dhe ndjeshme prania e Zotit. Një prej këtyre të krishterëve të dalluar ka qenë dhe është Shën Nikolli, apo siç i themi ne, Shënkolli. I lindur në patarat e Azisë së Vogël, Licia, në shekullin e 3. Edhe pse nuk kemi shumë të dhëna për jetën e tij, dim se ai ishte bir i prindërve të pasur që për një kohë të gjatë nuk mund të kishin fëmijë. E më pas Zoti u adhuron Nikollën, të cilin e quajtën sipas xhaxhait të tij që ishte i peshgëv i mirës. Ai e trashëgoi pasurinë e prindërve, por kur nuk u bën njeri i prirë nga pasuria. Që si fëmijë, Nikollaj tregoi një dashuri të veçantë për njerëzit, ndjeshmëri të krishterë dhe virtyte që ja kishin dhënë prindërit e tij të mirë, të cilët fatkeqësisht vdiqën herët, për të kujdes për të e mori kujdestarin xhaxhai i tij, që e drejton drejt jetës meshtarake dhe i mbjell ndjenjën e shitrisë dhe të përshpirtnisë. Shënkolli u shëgërua me shtar dhe synimi i tij ishte të përhapte dashurinë që pati për Krishtin dhe për njerëzit. Pas vdekjes së xhaxhait të tij i peshgëv, populli mendonte se ai do ta pasonte si i peshgëv. Por, për shkak të përvojtrisë së tij të madhe, nuk pranoi. Madje u largua drejt tokës së shenjtë, ku jetoi si eremit dhe vizitoi vende të shenjta. Pas disa vitesh, ai u kthye pikrisht në kohën kur i peshkvi i mirës vdiq. Këtëherë, ai nuk mundi ta refuzoi thirrjen dhe e pranoi të bëhet i peshkëv i mirës, që është sot në territorin e Turqisë. Biografitë e tij tregojnë se ai kalonte netët në lutje dhe ditët duke ndihmuar të varfërit dhe duke përhapur fenë. Luftoi gjithmonë kundër padrejtësive dhe tregoi dashurinë ndaj të afërmit, në të cilën shihte në ta fytyrën e Zotit. I lidhur
shumë me agjërim dhe me shërbesin e tij të palodhur në moshën 58 vjeçare, pikrisht me 6 dhjetor të vitit 327, ndroi jetë dhe u varros në katedralen e Milës. Më vonë, për shkak të pushtimeve otomane, eshtrat e tij u transferuan në barit e Italisë, ku edhe sot nderohen e për nder të këtij transferimi bëhet edhe kjo festë që ne e quajmë Shënkolli i Pranverës. Vëllezër dhe motra, nga jeta e Shënkollit mund të mësojmë se si të jetohet feja dhe dashuria. Legjendat tregojnë se që fëmijë bënte vepra të mira dhe ndihmonte të varfrit dhe të smurit me pasurinë e tij, të cilën e trashëgojnë nga prindrit. Një nga historitë më të njohura flet për një fisnik që s'kishte para për t'i martuar 3 bijat e tij dhe mendonte t'i shiste, t'i keqpërdorte. Nikolli natën u linte thesaret e arit në dritare. Në një rast, hedhë monedat përmes o gjakut dhe ato bie në çorapat që pëthaheshin. Kjo ngjarje gjeneroi traditën e vendosjes së dhuratave në çizme dhe figurën e Shën Nikollës si një dhurues i madh, i fëmijëve dhe i të rinjve. Shën Nikolla është gjithashtu pajtor i detarëve, peshkatarëve dhe udhëtarëve. Thuhet se gjatë një udhëtimi drejt tokës së shenjtë, ai e qetësoi detin me lutjet e tija. Nderimi për të shtrihet që nga shekujt e parë, do me thanë që nga shekujt e 4. Dhe në viset tona gjithashtu që dëshmojnë kishat dhe një përshpërtri dhe devocion i përhapur gjithandej popullor në vendin dhe në kishën tonë. Shënkolli është një shenjt ekumenik i gjithë kishës, i dashur nga katolikët dhe nga ortodoksët. Ai nuk i përket vetëm njëriti apo kombi, por është pasuri e përbashkët e kishës së Krishtit, sepse është formuar dhe ka vepruar në atë periudhë të lashtë të unitetit të krishterë, kur ende nuk kishim ndarje midis lindjes dhe perëndimit. Ai na lidh me kishën e hershme, atë kishë që në frymën e saj universale dhe nëpërmjet koncileve të para ekumenike artikuloi besimin që ne sot e shpallim me gojën tonë dhe e ruajmë në zemër, e të cilën ne do ta themi pas predikimit. Të dhënat historike tregojnë se Shën Nikolli mori pjesë në koncilin e Nikes në vitin 325. Koncil i thirrur nga perandori Konstantin, Dardan i trojeve tona, ku mbledhen i peshkujt në mbar perandoria romake për të shëruar dhe mbrojtur të vërtetat themelore të fesë sonë, e që si vjet kremtojmë për vjetorin e 1700. Në atë koncil u shpall besimin e hyin njëni dhe trini, duke pohuar hyjnin e Krishtit kundër një herezie që quaj ariane dhe u formulua besojma apo kredoja, që është simboli i fesë sonë, që ne sot e shqiptojmë në çdo mesh si shprehje e bashkimit tonë me kishën mbar katolike, por edhe me kishën që e kemi trashëguar nga të parët tonë. Në mesin e pjesëmarrësve në atë koncil ishin edhe i peshvi nga trojet tona ilire, nga Ulpiana, Shkupi, Durrësi, dhe me gjas edhe nga Prizreni i afërt i yni këtu. Këta burra të shenjtë janë takuar me Shën Nikollin, kanë dëgjuar urtësinë dhe forcën e besimit të tij dhe kanë marrë nga ai shembull të një i peshkvi që është i përvuajtur në zemër, i fortë në doktrinë dhe i zellshëm në dashuri. Kjo është një trashëgimi që ndriçon edhe sot rrugtimin tonë si kishë. Është ngushëllim i madh për ne të dimë se jemi pjesë e kësaj kishe me rrënjë të thella që ka lindur dhe është forcuar në bashkimin me kishën e lashtë apostolike dhe që ruan gjurmët e shenjtërve dhe martirëve të saj në çdo brez. Le të ndalemi për një çast në këtë skenë të bukur, të thellë,
që nuk e përshkruajnë librat historike me detaje, por që mund të imagjinojmë me zemrën e besimit tonë. Në vitin 325, pas Krishtit, në qytetin e Nikes, sot qytet në Turqinë, Izmir, por që mund ta imagjinojmë sepse është një skenë e bukur, ku i peshvit nga mbar perandoria romake mblidhen për herë të parë në një koncil ekumenik. Mes tyre, figura që rrezaton me përvojtri e fortë shpirtërore ka qenë shejti ynë, shejti Shinkoll, i peshvi i mirës. Dhe në atë kovent të shejt nuk mungojnë as i peshvit tanë, i peshvit e trojeve tona nga Dardania e shejt, nga Ulpiana, Prizreni, Shkupi, Durrësi e të tjerë. Me lionit juftojmë me mendje dhe me zemër të përftyrojmë këtë takim çfarë ka qenë. E ndoshta kishin dëgjuar për shembullin e tij të shkëlqyer që bënte Shënikollin e Mirën, por nuk e kishin takuar ndoshta asnjëherë. Po takoheshin për herë të parë e me i peshvin e Ulpianës, një burr i veshur me rrobën e thjeshtë të një bariu shpirtrash nga Dardania. Ata ndajnë bukën, ndajnë besimin, ndajnë shqetësimet për një përpopullin e tyre, flasin për gabimet, herezit që po përhapeshin, për nevojën për t'i ruajtur besimtarët në të vërtetën, për kishën që ka lindur në për persekutime dhe që tani duhet të ndërtohet mbi themelin e sigurt të një doktrine të vërtetë mbi Krishtin. A nuk është prekse, të dashur vëllezër dhe motra, të mendojmë se në atë koncil për krah Shënkollit, që sot nderohet në gjithë botën, kanë qenë dhe kanë qëndruar edhe barin tanë, paraardhësit tanë i lirë, paraardhësit tanë në fe, duke folur me një zë të vetëm për ta shpallur atë që ne besojmë. Besoj në një hy të vetëm. Po, vëllezër dhe motra, në atë kohë të largëta ne ishim aty, jo vetëm si dëgjues, si spektator, por ishim si dëshmitar të fesë dhe dëshmitar aktiv. Kjo është trashëgimia jonë dhe kjo është një nder i madh i yni. Të kemi qenë të bashkuar me zërin e kishës, që është e vetme, e shenjtë, katolike dhe apostolike, që përmes koncileve ekumenike mbrojti të vërtetën e hyjit që u bë njeri, Krishtin shpëtimtarin tonë. Çfarë do të ketë ndjerë Shënkolli në atë takim? Ndoshta e parë në sytë e tyre të njëjtën dashuri për kishën, të njëjtën zjarr për shpëtimin e shpirtrave. Ndoshta u lut për ta, që të mos shuhej zëri i ungjillit në viset e largëta të Ulpianës, të Dardanisë. Dhe të ndodhi kjo e vërtetë. Zoti e dëgjoi Shënkollin, sepse fjala u rujt, feja u bart, u transmetua, dhe ne sot jemi këtu, në këtë vend të bukur. Fryti i atij takimi të shejt, bij të asaj kishe që e deshën deri në fund. Të dashur besimtar, kjo fest nafton të mos harrojmë kush jemi. Nafton të jemi krenar jo me një krenari njerëzore, që është kalimtare dhe nga njëherë edhe e dëmshme, por me përvojtrinë e atyre që din të kujtojnë rrënjët e veta, sepse pa rrënjë nuk ka trung as fryte. Kishë son nuk i mungojnë rrënjët, por ndoshta ne kemi harruar e jemi lodhur ta ujisim trungën e saj. Sot, le ta bëjmë këtë. Le ta ripërtrim dashurinë për kishën, për traditën, për shetrit, për bashkimin ton. Të dim të ecim të bashkuar rreth një të ardhme, rrënjët e të cilës kësaj të ardhme i kemi të shetrit, të barind shembullor të Dardanisë tonë të dashur. Shënkolli dhe i peshqvi tanë të hershëm naftojnë të jemi të bashkuar, të guximshëm dhe të shenjtë. Le të bashkohemi me ta në lutje, në besim dhe në dëshmi. Le të mos kemi frikë të jetojmë si ata. Si bijtë të kishës,
si vëllezër në Krishtin, si shërptor të së vërtetës që çliron. E vetëm në këtë mënyrë mund të ruajmë identitetin ton kombëtar, atë për cilët edhe jemi aq krenar dhe të gëzuar që e bartim në zemrat tona. Të dashur besimtar, kjo nuk është vetëm një histori, kjo është trashëgimia jonë. Ne jemi bi dhe bija të kësaj tradite, të kësaj kishe të shenjtë dhe katolike që nuk e ka humbur asnjëherë zërin e saj. Dhe kur ka qenë e vogël, edhe kur ka qenë e shtypër, e persekutuar dhe kemi menduar se ka qenë e mbytur. Shënkolli, përmes jetës e tij na kujton se rruga e vërtetë e kishës është rruga e dashurisë dhe e unitetit. Ai është ujë që lidh lindjen me Perëndimin, që thërret të gjithë të krishterët të kthehen te ajo dashuri e parë për Krishtin dhe për kishën e tij të pandarë. Ai na fton të mos kemi frikë të jetojmë besimin tonë në mënyrë të plotë, jo të reduktuar, por të bashkuar, dëshmitare, me kishën, me shetrit dhe me njëri tjetrin. Nuk ka të krishter privat, nuk ka katolik privat, ka katolik në bashkësi. Ashtu si që tha mbrëm edhe Papa i ri, Leoni i 14. Të bashkuar me njëri tjetrin dhe duar hapur për t'i pranuar të gjithë, mund të ecim përpara. Kur nuk duhet ta mbyllim derën, por me dyer të hapur ashtu siç i keni ju gjatë festave, që është tradita jonë. I hapim dyert e oborrit dhe të shtëpisë dhe i mirëpresim mysafirët për të festuar dhe për të kremtuar gëzimin e festës sonë. Këta e kanë jetuar edhe barin tanë të lashtë deri në ditët tona, këtë dëshmi së bashku me Shën Nikollin. Ne duhet prandaj t'i përngjajmë atyre sparin shejtni, që është forma më e përsosur e të qenonit tonë, e ekzistencës tonë, e jetës tonë. Mandej në dëshmi për ta quar kishën tonë edhe tek ata, vëllezër dhe motra, që akoma nuk e njohin virtytin, dashurinë, forcën dhe atë hir të cilën e ka, dhe këtë të vërtetë të cila shpëton. Sepse ne jemi pasardhës të këtyre shetërve, dhe vetëm si të tillë do të mund të jemi edhe në të ardhmen. Prandaj ta ruajmë këtë trashëgimi me besnikëri, ta jetojmë me guxim dhe ta përcjellim me dashuri, sot dhe në gjeneratat që do të vijnë. Dash Zoti, që përmes ndërmjetësimit të këtij, pra të shenjtit shënkoll, të marrim edhe ne hirin për të jetuar jetën sipas Ungjillit, që është kushtetuta e qytetërimit të dashurisë. Dhe sipas shembullit të tij, e pasardhësve tanë, paraardhësve tanë, shenjtër, barin, dëshmitar, njerëz të mendjes dhe të zemrës, ta përhapim fenë e gjallë të dashurisë në familjet tona, ndërfshinjet në shoqëri dhe që përmes nesh Zoti të mund të flasë përsëri dhe ta përhap qytetërimin e dashurisë, që është qytetërimi vetëm që jep kuptim të vërtet për çdo njeri. Amen. Qoftë lëndue Jezu Krishti.